kur futesh në garë politike, duhet me te i kalu vetë vetën, sepse elektorati e ka përkra me një numër shumë të madh votave në zgjedhjet e fundit. Për marrë te PDK-ja, që ku dalim tash të Armendi që të regon hipokrizi. Si pas Armendit, që po tash të ndë klash me full, si pas Armendit, Vjosa Osmani, rikthimi i Vjosa Osmanit në LDK është servilizëm, është hipokrizi, është gabim, ndërsa du të më u kthy që është gabim që Vjosa u kthy. E paraqitet si figurë që ka bo manovra politike. Po thashtë që nuk mund me fitu vota me kortën morale. Në anën tjetër, mëse krahasë Vjosa Osmani me Fatmin Limaj. I Zotri Limaj, është komplet jashtë sistemit, balancues. Se Zotri Limaj su ko pjesë e lëvizjes të vendusje kur. Ne i dim deklaratat publike që i ka posë mandej pas daljes edhe Zotri Limaj për... Së sensi është kja. As pesha politike, a mund me morë 100% vota, po as mendim politik s'ko si Zotri Limaj. As karizm politike s'ko. Jemi të folë për një rikëthem partinë vetë, një individi që ka dalë dhe kur ka dalë për partijës vetë. Po, ka formu listë veçantë, ka formu partitë veçantë. Vjosa Osmani është lepi, ajo letë del, është në gjitë lëtë kjo, një mëmë një ajo letë del, letë ta formën një listë vetën, Zotri Limaj, pas dalis nga PDK-ja, na i dim deklaratat publike që i ka pas jo fërt të heshme, që pja qesin tash edhe eksponent dhe saktum PDK-s, po prapër të i kësaj mendoj që Zotri Limaj është një figurë e respektueshme në elektoratin e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe nëse Partia Demokratike e Kosovës ka pretendu me urrit këtë zgjedhje, me të i kalu këtë shifrën që e ka këtyre kohëve të fundit 185-190.000 vota, PDK-ja nuk mundet me mërri shifrën prej 200.000 votash pa e pas përkra edhe ndihmën e Zotri Limaj. Arsyeja pse s'ka ndodhur? Jo. Absolutisht. Jo, Zotri Limaj nuk do ta përkra PDK-n. Arsyeja pse nuk është pjesë e listës është sepse akterët e taneshëm të PDK-s po i friksohen që Zotri Limaj me ardhen në PDK do ta ketë një numër shumë të madh të mbështetësve, ndoshta mund të afrohet shifrës prej 100.000 përkrasve brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe llogaritni tash nëse Zotri Limaj do t'i kishte 100.000 vota në PDK, çfarë pozicionimi mund të merrte të ardhmen prapë në strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është edhe një arsye pse figurat e taneshme që udhëheqin PDK-n nuk e kanë pasur rrugës që ta ripozicionojnë dhe ta fuqizojnë edhe një herë Zotri Limaj si akter të rëndësishëm në skenën politike.